Unë jam Bülent Saçak. Unë jam profesor i kirurgjisë plastike në Fakultetin e Mjekësisë pranë Universitetit Marmara dhe gjithashtu jam duke punuar këtu në Spitalin Acibadem Ataşehir si konsulent me kohë të plotë. Unë kam ushtruar kirurgji plastike për 20 vitet e fundit. Kam kryer dhe kryej ende procedura rekonstruktive dhe estetike. Procedurat më të zakonshme të kirurgjisë estetike që kryej lidhen kryesisht me kirurgjinë e gjerit. Përveç kësaj, kryej edhe procedura për rinimin e fytyrës, rinoplastik dhe konturim të trupit. Për sa i përket kirurgjisë estetike, ndërsa kënaqësia e pacientit duket të jetë rezultati vetëm që ka rëndësi, në vëmendjen tonë, siguria e pacientit është po aq e rëndësishme sa edhe rezultati përfundimtar i pacientit. Pra, këtu janë disa vretje për një proces të suksesshëm të kirurgjisë estetike. Padyshim, duke kontaktuar me kirurgun tuaj, kërkoni çdo detaj dhe nënvizoni ankesat dhe pritshmërinë tuaj. Së dyti, kryeni operacionin tuaj në një institucion shëndetësor gjithëpërfshirës dhe thjesht mos harroni se ajo që ju nevojitet nuk është vetëm një kirurg i mirë, por edhe një strukturë e mirë me një ekip anestezie me përvojë dhe një ekip me infermierë të përkushtuar. Së fundi, sigurohuni që të mund të kontaktoni mjekun tuaj, kirurgun tuaj, pas operacionit kur të keni nevojë.